Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Urinoni shpesh jasi të shpëtoni nga ky siklet pa shkuar te mjeku. Një person me një fshikës hiperaktive e njeh ndjenjën e panikut apo nevojës urgjente për të shkuar në tualet. Ndonjëherë kjo thirrje është aq e madhe sa një person ka një humbje të pavullnetshme të urinës. Herë të tjera një fshikës e mbushur është pengesë për gjumin e një personi ose jetën e përditshme. Sipas Fondacionit Zyrtar të Shoqatës Urologjike Amerikane, afro 33 milion amerikanë vuajnë nga fshikësat hiperaktive. Klinika Mayo njeh stresin psikologjik që mund të vijë nga një fshikës hiperaktive. Ju mund të ndjeni të zënë ngushtë dhe të zgjidhni të izoloni veten. Ne jemi këtu për t'ju thënë që nuk ka nevojë të turpëroheni. Ka një numër të madh mënyrash që ju mund të bëni në shtëpi për të shpëtuar nga ky problem i përditshëm. Bukë thekre. Zorrët e lumtura të çojnë në një fshikës të lumtur. Përmirësoni funksionin tuaj të zorrëve duke konsumuar rregullisht ushqime të larta në fibra, si gruri dhe buka e thekrës. Ne gjithashtu ju rekomandojmë fruta të freskëta, drithra dhe fasule, si edhe ushqime të pasura me fibra. Fara kungulli. Disa njerëz kanë përdorur fara kungulli për trajtimin e problemeve urinare duke përfshirë këtu edhe fshikësën hiperaktive. Funksionon sepse farat rrisin prodhimin e testosteronit dhe kështu forcon muskujt e legenit. Banane. Ushqimet e pasura me magnez të lartë, si për shembull bananet, misër dhe patate, munden që të ndihmojnë në reduktimin e spazmave të muskujve. Magnezi është gjithashtu tepër i rëndësishëm në inkurajimin e fshikësës tuaj që të zbrazet plotësisht dhe kështu parandalon edhe urinimin e shpeshtë. Qumshti. Vitamina D, e cila gjendet në qumësht, peshk dhe vezë, arrin që të zvogëlojë rrezikun e mosmbajtjes ose thëndryshe të rrjedhjes. Kjo është veçanërisht e vërtetë për gratë, raporton Health.com. Arrat janë një aminoacid që prodhon oksid nitrik bërës, i cili është i rëndësishëm në mbajtjen e një trakti urinar sa më të shëndetshëm. Në rastin kur nevoja për të urinuar gjithashtu ju nxjerr gjumin, duhet trajtuar pasi nuk është një shenjë e cila duhet injoruar. Madje edhe ngjyra e urinës tuaj do të thotë shumë për shëndetin tuaj. Rreth 1/3 të rritur mbi moshën 30 vjeç thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar dhe kjo gjithashtu rritet në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe ata të cilët të vuajnë nga kjo shpesh do të duhet që të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet që të çohesh nga shtrati. Gjumi i ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, sëmundjeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës dhe madje disa llojeve të sëmundjeve të këqija. Ajo gjithashtu mundet që të shkaktojë probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe gjithashtu psikoza. Flet eksperti profesor i urologjisë Philip Van, po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e nokturias për hir të shëndetit tuaj. Ai thotë, njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është pjesë e rritjes. Por, në fakt, kjo nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mundet që të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit të cilët po ngrihen disa herë në natë duhet që të shkojnë tek mjeku i tyre për të parë se çfarë po e shkakton këtë. Lajmi i mirë është se nokturia mundet që të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë që të vuani në heshtje.
Një gjumë natë e ndërprerë mundet që të ketë një ndikim të gjerë edhe në shëndetin tuaj fizik dhe sigurisht edhe në atë mendor. Produktiviteti, marrëdhënie dhe suksesi i karrierës munden të ndikojnë. Redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturja tha se mungesa e gjumit mundet që të ndikojë në të gjitha format e funksionimit mendor, duke e bërë më të vështirë që ju të përqendroheni, të kujtoni gjëra dhe të merrni aftësi dhe fakte të tjera. Shenjat: jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mundet të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturja mundet që të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës që mundet të jetë simptom për kushte më serioze. Urinimi i tepruar, i quajtur poliuria, është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose mundet të jetë simptome diçkaje shumë më serioze, diabeti tipit 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë infeksionit të fshikëzës, gurëve në veshka, dëmtim të veshkave dhe prostatës të zgjeruar tek meshkujt. Sëmundjet: një person i cili ka diabet të tipit 2 ka shumë sheqer në gjakun e vet dhe veshkat reagojnë ndaj kësaj duke e nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë, gjë që rezulton në nevojën për të urinuar kështu më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se ju keni probleme me veshkat tuaja siç janë gurët, atëherë ju do të duhet të urinoni më shpesh dhe problemi mundet gjithashtu që të ndryshojë mënyrën e funksionimit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale, atëherë filloni dhe të vuani nga dhimbja e shpinës, humbja e peshës, djersitja natën, dobësia e këmbëve ose ethet. Ju duhet që të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt, aq edhe më mirë. Ekspertët e mjekësisë këshillojnë njerëzit që të jenë shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm gjatë urinimit. Sipas tyre, numri i herëve që ti urinon brenda ditës është një tregues shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj. Sa shpesh duhet të urinoni dhe më e rëndësishmja, a keni nevojë të shqetësoheni nëse jeni duke urinuar shumë shpesh? Ajo që konsiderohet normale mundet që të ndryshojë nga një person në person, por mesatarisht njerëzit shkojnë në tualet rreth 6 deri në 7 herë në ditë. Se sa shpesh shkoni në tualet lidhet me një sër faktorësh të ndryshëm siç është marrja e lëngjeve. Mesatarisht duhet që të konsumojmë 6 gota ujë sa madhësia e fshikëzës. Për shembull, nëse keni një fshikës më të vogël, ju duhet të urinoni më shpesh se sa dikush me një fshikës më të madhe. Çështja është edhe sa shumë kafeinë merrni. Kafeina është diuretike, që do të thotë që do t'ju bëjë të urinoni më shpesh. Pirja e duhanit është gjithashtu një nga faktorët, pasi ai mundet që të irritojë fshikëzën. Lëngjet me përbërje të madhe të sheqerit si edhe konsumimi i madh i kripës mundet t'ju bëjë që të urinoni më shpesh, thonë ekspertët. E kundërta mundet të ndodhë kur të rritet niveli i aktivitetit dhe djersiteni më shumë. Pra, nëse jeni duke u djersitur më shumë dhe jeni duke urinuar më pak, kjo ndodh sepse jeni duke nxjerrë jashtë ujin në mënyra të tjera. A duhet të shqetësohemi nëse urinojmë shpesh? Nëse ndodh që të shkoni më shpesh në tualet se zakonisht dhe keni dhimbje ose djegje kur urinoni, mund të keni infeksion të fshikëzës, siç është infeksioni i traktit urinar. Duhet patjetër të vizitoni doktorin dhe të keni nevojë për antibiotik për të trajtuar problemin. Duhet të shihni doktorin nëse rrjedhja e urinimit ka ndryshuar, keni parë se keni gjak në urinë, keni nevojë për shtyrje gjatë urinimit ose nëse duhet të urinoni disa herë brenda natës. Për ju të cilët nuk urinoni shpesh, ndalojeni sa më parë këtë. Duke mbajtur urinën në fak mund t'i dëmtoni muskujt e fshikëzës, duke bërë që të mund të mos e lironi dot të gjithë sasinë e urinës kur ju të keni nevojë. Për më tepër mos urinimi mund të rrisë edhe rrezikun e infeksionit, pasi që urina ka shumë baktere që mund të shumohen kur mbahen në fshikës. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona.
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.